Dhe jemi këthy te pjesa e fundit. Unë jam personi që mas shumëti e shfrytëzoj pjesën e kohës kur është shalqini, bostani, prezent. Edhe do me thonë nuk ka ditë që nuk e konsumoj. Diçka të mirë si pas Lenës pas në bo. Mirë se erdhe Lenë. Mirë se gjitha. Të pak të që është net shumë e pasna. Po, teks. Jo, i ki shumë. Këtë e provet, a? I ki shumë, që jatë ke fillu mindru. Kom fillu mindru. Po edhe kë nëse s'ga bëj edhe kë nuk ban me unë bidozu se ka sheqer. Po, është të vërtet. Ka sheqer natural, po prapë është mbidozim. Po, nuk bën ma shumë se 2 prej këtyne flegrave, që thojmë na, ma shumë zbën me hongër për një vakt të fjalla. Për me të kalzu në ty që e qaj bësanin gjysë, edhe jam vetë edhe ha komplet gjysën vetë. Jo, është... Ka rëndësi sa i madhë është. është shumë. është shumë, po është i vetë me ushqim që më freskon edhe më jep shumë energji. E vërtet është, më thonë është ideal për kitë sezon, për ditë e nxehta, për shkak sasisë të madhe të ujit që përmban, edhe për shkak të mineraleve që i përmban. Gjithashtu, shalqini përmban edhe likopen, komplet në ngjyra e kuqe, e kemi thënë të perimet dhe të frutat, është pigmenti i likopenit. Likopeni është një antioksidant shumë i fuqishme që në bazë të lumëtimeve, përveç vetive antioksidante në krejt trupin edhe efektit ti, supozohet që e ka vërtetu që mundet me qenë parandalusi kancerit e prostatës tek meshkujt. Kështu që është shumë i përshtatshëm mu përdor për me parandalu edhe më thonë smundjet maline, kryesisht do më thonë studimet janë bo për kancerin e prostatës. A vlen edhe për farat e bostanit? Gjithashtu edhe farat e shalqinit përmbajnë magnez, edhe përmbajnë vitaminat B, përmbajnë C, më thonë janë mjaft rëndësishme për ata dhe preferohet shalqini më konsumu bashkë me farat. Shumë veti të mira, unë përdu me marrë nga të vetit Lenë vesh me provua e ke zgjidhë të mirë. I mirë është. Kishe këshirëtja është i mirë? Njëra se që është kjo, trokitja. Kjo është i mirë, është sa e ka të pjek në këtë pjesën, por alisht tash në pas ka këput, këtë pjesën ku e ka të bishtit, edhe kjo pjesa e verdha të regon se sa ka qëndru në tokë. Përsha, sa ma e verdh që është, ne me kuptu që ka qëndru ma shumë tokë edhe është ma shumë i pjekon. Pas taj, për shembull, shalqinjet të mbazë dhe të formave, kanë edhe shije edhe pjekurit të ndryshme. Për shembull, kur është ma i gjatë, është ma i ëmbël, ka ma shumë sasi sheqerit, kur është kështu rrumbullak, është ma i pjekun, gjithashtu edhe çdo herë ka për shembull sasi sheqerit, por është ma i pjekun edhe ka ma shumë ujë. Janë kështu disa forma të ndryshme, për shembull kur është ma i verdh ngjyra, ma e zbet, është ma pak i pjekun, domethënë është ma pak i ëmbël. Edhe, po më nej format të ndryshme, zakonisht këto forma janë. Të kësha rekomandu këtë veti me i qitë edhe të faqja me Lenën. Pa tjetër. Se ju me u informu, sepse unë përveç që ta që e di, këto tjerat nuk i pas ra di, kështu që tash do të me pas kujdes. Po, tash për shembull është, e dim që është ajo, është fruta përrem, është familje e kungullit. Po, konsiderohet si një frut, dhe më thonë familje kungullit, është rrjedh prej, është shërtu me një farform prej perimet, po normal që është një frut, 100% frut shalqine. Frut shalqine. E sot kime bo një smoothie, Sot kime bo një pijet freskët me shalqin. Me shalqin muj me bo shumë receta, muj me pregadit format ndryshme, po sot pe provojmë, po flasim për ta, pe provojmë që shka me dal, edhe normal që pe bojnë një smoothie shumë të shpejt me shalqin. Derisa Lena e bën pregaditjen edhe prerjen, po du me tregu një recet që e kom provu para pak ditëve Lenë, edhe ka dalë shumë e mirë. Kom marrë pjesë të shalqinit, ja kam largu farat, edhe e kam blindu, e kam blu si smoothie, edhe e kom vendosë në format e akulloreve që blejen për këto marketet. Ka një erë, 2 erë janë format e akulloreve, ata që është i mirë. Edhe e shtini në grilje të thellë. Kur ti hekni, janë akullore me shije bostani, po që janë pa sheqer dhe që janë shumë të shishme. Këto akullore rekomandohen po ashtu, sa e lexova edhe në internet, për ata fëmijë të cilët kanë kruarja të dhëmbëve, sepse edhe janë pa sheqer, domethënë janë bio, janë natyrale, janë ftofta, e lehtësojnë dhimbjen dhe kruarjen e gingivëve.
por edhe që janë të shishme dhe fëmija kërkojnë diçka të shishme dhe të shneshme nëse mësohen prej heret. Për ndryshe bostanit për vjen edhe ira e mirë, kështu që kjo provon e gjithë, nëse e ka zonin pak si në tunel, diqysh. Ua, kthej ka kamera. Që kjo është shalqi. Që çfarë zemre? Zemre le mamu. Kena me bo smoothie. Kena me bo, bëne me fara. Po, unë shfrytëzoj edhe fara. Unë farat shumë, për shkak që e tha dhe Lena, mund të hullumtoni edhe në internet, edhe që farat janë shumë të shëndetshme, edhe janë parandaluse për shumë smundje të ndryshme, por jo vetëm, kanë edhe veti tjera të cilat, besoj që Lena na informon më shumë në faqen e saj me Lenën, sepse ekskluzivitetin e ka Lena, sepse është nutricioniste dhe i din ma mirë se unë që i lexoj në internet. E përmendë fëmijët, është shumë e rëndësishme për fëmijë, për shkak që përmban edhe citrulin, një lloj aminoacidi që ndikon qarkullim gjakut, edhe gjithashtu ndihmon edhe në zhvillim tek fëmijët. Për shembull, është shumë e rëndësishme me përdor edhe tek fëmijët shalqinin. Nuk ka ndonjë moshë kur testohet për alergji, nuk njihet si alergjen? Zakonisht për një vjet. Po. Më pak është njihet si alergjen shalqinin. A kontaminohet Lenë kur e prem, kur e coptojmë, që sherujmë? Është një ndër frutat ose perimet, një ndër ushqimet që për kundraj vlerave mi ka largu me qëllim thikat, pirunat, kret mi ka largu. Po, është një ndër që kontaminohet. Ndër frutat, ndër ushqimet që mas shumë të imunet më kontaminu. Kjo pjesa, se zakonisht jemi familje tash të vogla, edhe nuk muj me përdor komplet sasin me përfundu, duhet pa tjetër më mbështjell mirë edhe më rujtë në frigorifer. Qështë mbështjellti me? Mbështjellim me foli, najlonet, edhe normal që e rujnë frigorifer, ose për shembull bën edhe një letër të kuzhinës, ose një letër kështu pallom, me mbulu mirë, po rëndësishme është me qenë mbulume, edhe me rujt patjetër në frigorifer. Nuk bën asnjëherë mos që është hap me rujt temperaturë dhume, sepse din mu kontaminu edhe mundet me qenë helmusi më i keq gjatë verës. Wow. Edhe smoothie është gati. Edhe unë jam gati. Se s'kena me të jam me njerë, se duhet pak mishtu vlera. Nuk di Lena i të më dëpsua, i të më trarë, se unë e më mita të hangër, qka për katun të po, nuk po shtoj kila. Tash këtu i shtuem mente, për shije, po të një të në kokë kemi thonë që edhe menta është antioksidant, është qetësus, edhe i duhet tash në këtë periudhë për shembull se cilit për shkak të efekteve që i ka, edhe normal këto krejt janë opcionale si pas dëshirës, kuptohet, unë i shtoj edhe limon. Kjo është një lang që përveç që është i shnetshëm edhe konsiderohet një snack, një gjysmë mes shujt ashtu, sepse përmbajtja ati shija ati e ëmbël, ta shun urin, të freskon, edhe... Limonin ose muj me shtrydh, ose muj me shtu këtu më varet, se qysh na pëlqen si pas dëshirës krejt në varet. Muni më shtu pak akull nëse e doni ma të ftoft? Unë nuk preferoj më shtu akull, për shkak se buhet i ftoft edhe nuk preferohet gjatë verës, pijet, as ujnë, as kur gjë me pi të ftoft, për shkak të problemit që muj mi shkaktu bëhet një lloj traume në organizëm, është njevi vagus, e cili çon sinjale në tru që po ndodh diçka, edhe ka ndodhur që ka shkaktuar edhe vdekje, uji i ftoft që është piju se pijet e ftofta që pihen kur është temperaturat e larta, po edhe pa qenë temperaturat e larta. Kështu që për atë arsye nuk e preferoj akullin, ndoshta pak bostanin ose shalqinin. Kur qyshëm për mirë me vesh, që të lojmë, a bostana shalqin.
Unë bostan, se do gazhoni Bostani thoni, shalqeni thoni. Po Ferizaj thot shalqeni, kështu që ja kom njës me ungër ma shumë shalqeni bostan me Ferizaj, kështu që ma kanë ndru. Se do qovë kjo keni informacion shumë i rëndësishëm, kujdes në temperaturat e larta kur trupi është shumë minzet dhe kur ju keni nevoj me u fresku, jo me konsumu pije që janë shumë të akulta, sepse tha dhe Lena, që mund të shkaktoj deri në vdekje. Për kundrazi, shkakton një lloj traume që rregullon trarat e zemrës edhe pengon melçin, se cili e vren edhe vetë një lloj shoku që e pson organizmi. Edhe të njëjtën kohë preferohet me pi ujë, pozitën ujë, çdo pije, edhe ujë kryesisht. Pikërisht për shkak kësaj, për shkak një vit vagos, se në momentin që pim pozitën, ndodhi e njëjta gjë. Nuk është të përshtatshme. Qështu zona kur s'jam në kamerë, edhe shfrytëzoj rastin, shumë e sheshme. Te për e sheshme. E shpejt njëjtën smoothie me të njëjtat përbërës, muj me bollë në formë të aty në kockave qyshse edhe te, muj me bollë në formë të akulloreve, në forma të akulloreve. Mundë me konsumu. Po, muj vetëm me shtyp shalqinin me mentë edhe me limon, më thonë shalqinin muj me pregadit në forma të ndryshme, po asë njëherë me zi, ose me bollë në formë të mbëlsira, ose ku ta diona. Më thonë preferohet mu dhe mos i hudhni farat e shalqinit, sepse janë shumë qëneshme. Me Lena në Instagram dhe në Facebook dhe në TikTok ka me postu këto ditë informacione më shumë rreth shalqirit, rreth farave të shalqirit. Gjithsesi shkoni bajeni follow faqen me Lenën për më informu për sa më shumë ushqime, receta të shnetshme, të shishme, për me shtu pesh, për me hum pesh, për çfarë do lloj nevoje që ju keni, por edhe për këto receta. Shumë e rëndësishme është me lexu, i ka informacionet e shkurta dhe të sakta me Lenën, shumë lehtë e gjeni në rrjetet sociale. Faleminderit shumë Lenë. Faleminderit shumë aty, edhe për fund një diçka shumë të vogël. Me krep. Shalqini muj me kombinu me krep. Për shkak mi rrit vlerat e mineraleve edhe me neutralizu shijen. Zdia po du me provu që to. Është e veçantë, më thonë, në disa tradita përdoret shalqini me krep. Ta është saron të masi, veç i e kërështore, krejt mi provu, dush mi provu krejt qka tjetër. Që kjo është sfit për mu, pe boj veç pse dohet, shalqin me krep, njëherë njët kom provu sutliash, të me lërez, se dhe qushitani, me krep nuk ma ka kajt, edhe që kjo është sfida tjetër. Për me rrit minerale, të shtojmë krep, ose edhe uj mineral, muj mi shtu pjesës Kur rekomandohet të shtu me krep? Në momentet që jemi të dehidrume, për mi kompenzu mineralet komplet për djesve që i kemi shkaktu, muj me konsumu shalqinin me krep, ose edhe me uj mineral. Pe provaj. E di që s'ka me ma kajt. S'moj me të rajt. Jo. Preferoj sarand me ungër shalqinin me krep para se mja nis me ungër gjysër e shalqinit. Jo. Se nuk e hanë tani krep që ato. Jo. Nuk po t'jep shijet Bostanit. Shpizorit, nashta kur te i drohës që pëthu, nashta dhe zori shkreqka nuk bana, ma nuk qenë ka shia ime. A ta kona ty që shtoa? E provoj, najherë, ho. Halat koftë, jo mu nuk ma kojti. Për herë parë, prej që punaj me Lenën, ka një recet që unë nuk e pëlqeva. Po kjo është realitet. Po mre unë jam shumë e sinqertë. E rëndësishme është që dush mi provu edhe ato që s'bëm. Më ka metë ama një tomel. Derisa për shëndet nga me shikus, dova një pjesë të zemrës Lenë që atë. Do shumë veç faleminderit shumë që keni qëndru me neve. Mos harroni me na ndjek në rrjetet tona sociale. Të dielën e ardhshme në ora 16 ju vazhdoni me të qëndru me televizionin Kanal 10. Mirëmbëjtje.